Përshëndetje miq të kanalit Mokra Jonë e Bukur. Sot ndodhemi në një ndër fshatrat më të vjetër dhe më historik të krajinës së Mokrës. Ndodhemi në fshatin Pleshisht. Fshati Pleshisht ndodhet në Mokrën e Sipërme, rreth gjysmore larg qytetit të Pogradecit, sidomos tani me rrugën e re, është më afër. Dhe pikërisht këtu ndodhemi në lagjen e Mezit, e cila quhet gjithashtu lagja Pleshisht, nga ku dhe fshati ka marrë emrin. Pra, fshati Pleshisht është ndarë në tre lagje, në lagjen Kërkov, e cila është lagja e poshtme, lagja e Mezit, ku ndodhemi tani, pra lagja Pleshisht, dhe lagja e Sipërme, e cila quhet Bojan. Këtu ndodhemi në lagjen e Mezit, ku kanë jetuar historikisht dy fise shumë të mëdha ortodokse, fisi Spirollari dhe fisi Naqe. Për fatin e keq, për momentin në ditët që flasim, lagja është krejtësisht e braktisur. Pra, në këto momente që flasim, nuk ka asnjë banor që jeton në këtë lagje. Pra, të dyja fise, si fisi Spirollari ashtu dhe fisi Naqe, janë larguar drejt Pogradecit ose drejt Tiranës ose edhe jashtë shtetit. Disa prej shtëpive janë shkatruar, por disa prej tyre edhe janë mirëmbajtur, siç mund ta shihni nga banorët vet, kanë ndërtuar ose një çati ose kanë ndërtuar diçka për ta mirëmbajtur shtëpinë dhe për të mos e lejuar që të shembet. Një fakt shumë interesant është që në këtë lagje, pra në lagjen Pleshisht dhe në fshatin Pleshisht, po pikërisht në këtë lagje është rritur dhe është lindur patrioti i madh Gjok Shqiptari, i cili ka edhe një shkollë në nder të tij në qytetin e Pogradecit me emrin Gjok Shqiptari. Pra, patrioti i madh Gjok Pjetër Shqiptari, i cili kështu njihet në histori, por me sa di unë historikisht vjen me origjinë nga fisi Naqe në fshatin Pleshisht, ka qenë një mësues i gjuhës shqipe dhe në nder të tij është hapur shkolla 9-vjeçare Gjok Shqiptari në qytetin e Pogradecit. Siç mund ta shihni dhe në këto momente, nuk ka as edhe një banor në fshat. Pra, lagja ku jemi tani është krejtësisht e braktisur, edhe nuk e se ka banor për shkak se shumica janë larguar, dhe sigurisht arsyet kryesore pse njerëzit janë larguar nga zona e Mokrës është e para rruga dhe e dyta uji. Rruga tani na erdhi pra rruga është ndërtuar, rruga Qukës Qaploç, por që shumica e banorëve janë larguar edhe shumë e vështirë tani që të kthehen përsëri. Le të shohim pak me kujdes se si duket një shtëpi. Kjo, në fakt, fshati Pleshisht është një nga fshatrat më të bukur, sepse këtu mund të shihni shtëpi karakteristike mokrare, pra shtëpi të ndërtuara prej guri, të ndërtuara me merak, si i themi ne, por që për fat të keq, për shkak të largimit të banorëve, shumica e shtëpive janë braktisur edhe po shkojnë drejt shkatrimit. Pra mund ta shikoni pak çfarë shtëpi e bukur. Këtu, një shtëpi vërtet e bukur, një shtëpi mokrare, ndërtuar me gur, por që ka filluar që me kalimin e kohës që të shembet. Pra mund ta shikoni që çatia është shembur, por që mënyra se si këto shtëpi janë ndërtuar është vërtet të vjen keq që me kalimin e kohës po shkatrohen. Këtu mund të shikoni edhe disa shtëpi të tjera të zonës së fshatit. Ndërkohë që pak më vonë do të shkojmë drejt lagjes së Sipërme, ku ndodhen dy fise myslimane. Pra, siç u thash në fillim, fshati është i ndarë në tre lagje, pra në lagjen e Mezit, lagja ku jemi tani, lagja Pleshisht, në lagjen e poshtme, lagja Kërkov, dhe lagja e Sipërme, lagja Bojan, e cila banohet nga banorë të besimit mysliman, ndërsa lagja këtu ku ndodhemi dhe lagja e poshtme, banorët janë të besimit ortodoks. Fshati Pleshisht është një ndër të paktat fshatra në krajinën e Mokrës, i cili ka të dyja fet, pra ka dhe banor të besimit ortodoks, por ka dhe banor të besimit musliman. Ndërkohë që ecim dhe shohim disa shtëpi të tjera, siç u thash, disa prej shtëpive fatmirësisht nuk janë shkatruar akoma, disa prej tyre edhe mirëmbahen, shikoni pak sa e bukur. Disa prej tyre edhe mirëmbahen nga vet njerëzit të cilët e kanë shtëpinë, ose kanë ndërtuar çatin, ose kanë ndërtuar diçka për ta mirëmbajtur dhe për të mos e lejuar që të shkatrohet. Por siç u thash,
ajo që vlen të theksohet dhe që të vjen keq është që në këtë lagje nuk ka më asnjë banor. Pra e gjithë lagja është krejtësisht e braktisur. Siç mund ta shihni, nuk ka as edhe një lëvizje, pra nuk mund të shikoni dot as edhe për fat të keq as edhe një pul kur i thon. Jo më njerëz, pra nuk ka. Lagja është plotësisht e braktisur prej vitesh edhe kanë ngelur vetëm shtëpitë. Këtu mund të shikoni një shtëpi e cila për fat të keq është shkatruar, ndërkohë që kjo është një pjesë tjetër e lagjes ku ka shtëpi të tjera, të cilat i përkasin fiseve spirollari dhe fiseve naqa. Pra kjo është lagja e mezit, pra lagja Pleshisht, nga ku fshati Pleshisht ka marrë emrin, ndërkohë që rruga drejt të çon drejt lagjes së sipërme, ku do të shkojmë pas pak. Këtu ndodhemi në fillimin e lagjes së sipërme, pra lagjes Bojan, ku, siç që thash, këtu ndodhen dy fise myslimane, me sa di ndodhen fisi Abeshi dhe fisi Doce, të cilët i përkasin besimit musliman. Saktësisht në këtë zonë ku ndodhemi, pra në këtë rrugë ku ndodhemi, ndodhen shtëpitë e fisit Abeshi, ndërsa pak më larg, pak më tutje, në pjesën e sipërme të fshatit, ndodhen gjithashtu edhe shtëpitë e fisit Doce. Kjo rrugë të çon në krojën e madh, pra në krojën e madh të fshatit, ku banorët për vitesh kanë pirë ujë për veten e tyre, por dhe për kafshët. Është një ndër krojnjt më të famshëm të fshatit, pasi të gjithë banorët kanë ardhur këtu historikisht për të pirë ujë. Këtu mund të shikoni gjithë pjesën e arave të fshatit, pra disa prej shtëpive. Këtu mund të shikoni pak a shumë një shtëpi e braktisur, sigurisht, edhe e rënuar. Kjo rrugë të çon gjithashtu edhe drejt fshatit Oshteç, Selse sipërme, edhe drejt fshatit Omçan dhe më tutje Kriçkov. Pra, kjo rrugë është përdorur prej shumë banorësh gjatë vitesh për të udhëtuar drejt fshatrave të ndryshme. Këtu pak a shumë në pjesën e sipërme ndodhen disa nga shtëpitë e banorëve, mund të shikoni edhe një pjesë aty të shtëpisë. Ndërkohë që këtu ndodhet kroji i famshëm i fshatit, i cili ndryshe quhet nga banorët ose njihet nga banorët si kroji i madh. Këtu prej vitesh të gjithë banorët kanë pirë ujë, janë freskuar, edhe sigurisht nëse je nga fshati Pleshisht, jam i sigurt që ke kujtime shumë të bukura në këtë krua. Pra ky është kroji i madh dhe siç ju thash, kjo rrugë të çon drejt fshatrave të tjerë, por gjithashtu të çon edhe drejt kishës së Shën Ilias. Nuk e di a mund ta shikoni nga këtu, por që do të nisem tani drejt kishës së Shën Ilias, ku do të tregoj kishën, edhe historinë, edhe mënyrën se si kisha është ndërtuar, kështu që shihemi pas pak drejt kishës së Shën Ilias. Këtu ndodhemi në kodrën e fshatit, ku mund të shikoni fshatin e plot, pra të treja lagje. Kjo është pjesa e lagjes së sipërme, pra lagjes Bojan, ku ndodhen dy fiset myslimane, ndërkohë që diku këtu është lagja e mezit, pra lagja që pam, lagja e Pleshishtit, dhe pak më poshtë mund të shikoni pjesën e lagjes së poshtme, pra lagjes Kërkov. Dhe gjithashtu pak më tutje diku këtu në majtë të kodrës mund të shikoni edhe fshatin, edhe kishën e Shën Ilias. Tutje mund të shikoni fshatin Qezmë, malin e Lenijes, Shkembi Lengës, edhe diku tutje i mbuluar me borë, edhe mali i Gjemthit. Ndodhemi drejt kishës së Shën Ilias, në fshatin Pleshisht, ose e njohur ndryshe edhe nga banorët edhe si kisha e Shëndëllis, kështu njihet nga banorët e zonës, kisha e Shëndëllis, por gjithashtu është dhe emri zyrtar është kisha e Shën Ilias. Kisha ndodhet në kodrën e fshatit,
nga ku mund të shikoni një pamje të qartë të gjithë mokrës, pra të gjithë mokrës, duke përfshirë edhe mokrën e sipërme, por gjithashtu edhe mokrën e poshtme. Nga kjo kodër do keni, si do ta shohim pak më vonë, do kemi një pamje të qartë të gjithë zonës së mokrës deri në afërsi të Quksit. Dhe do shikojmë disa fshatra të tjerë të zonës së mokrës. Kisha vlen për të theksuar që është shembur gjatë kohës së komunizmit, në momentin kur Shqipëria u shpall një vend ateist, kisha u shemb dhe u rindërtua përsëri nga banorët pas viteve 90. Është ndërtuar përsëri nga banorët e fshatit, pra të dyja besimet fetare, si fiset muslimane, po ashtu edhe fiset ortodokse, kanë investuar për të ndërtuar kishën e fshatit, pasi kjo është një kishë ku të dyja besimet, pra si banorët e besimit musliman, por gjithashtu edhe banorët e besimit ortodoks, vinë shpesh për të lutur për shëndetin dhe të afërmit e tyre. Kisha, siç ju thash, ndodhet në majën e kodrës së fshatit, është ndërtuar me investimin e banorëve të fshatit, pra ja ku është edhe kisha, edhe kryqi lart, ndërkohë që nga këtu tani mund të shikojmë disa prej fshatrave. Pra këtu, diku këtu ndodhet fshati Pleshisht, fshati ku edhe kisha ndodhet, ndërkohë që më tutje mund të shikoni edhe malin e Kozisit. Në krahun e djathtë mund të shikoni fshatin Dunic, ndërkohë që kalojmë në pjesën tjetër ku do të shikojmë pak pjesën e Hondishtit, diku këtu ndodhet fshati Hondisht, ndërkohë që pak më tutje mund të shikoni shkëmbin e Lengës, dy fshatrat, fshati Qezma e vogël dhe Qezma e madhe, dhe më tutje mund të shikoni Lenien edhe shkëmbin e Lëngës. Vlen për të theksuar që pikërisht në këtë zonë, pra në këtë pjesë mali, diku këtu drejt, mund të shikoni edhe ndarjen, pra diku tutje atje është ndarja e loginës së Shkumbinit. Pra këtu ndodh ndarja midis mokrës së sipërme edhe mokrës së poshtme. Pra nga këtu është mokra e sipërme dhe tutje poshtë mund të shikoni fshatin Slabinj, më tutje mund të shikoni edhe fshatin Somotin, fshatin Proptisht. Ndërkohë që pjesa këtu, duke filluar nga Qezma, Pleshishti, Trebinja, edhe më tutje janë pjesë e mokrës së sipërme. E shohim edhe një herë kishën e Shën Ilias, një ndër kishat me pamjen më të bukur të mokrës që mund të gjeni. Ndërkohë që nga këtu kemi një pamje të plot të fshatit, pra fshatit Pleshisht. Kjo është pamja e plot, këtu ndodhet fshati Lagja e Kërkov, diku këtu ndodhet edhe kisha e Shënkollit, diku këtu është kisha e Shënkollit, pra kjo është lagja e poshtme. Më tutje më pas kemi lagjen e sipërme, pra lagjen Pleshisht, dhe lart fare është lagja e sipërme, pra lagja Bojan. Kjo është pamje e gjithë fshatit Pleshisht. Ndërkohë që pak më poshtë mund të shikoni edhe rrugën e re, rruga Qukës Qafpllocsh, e cila kalon shumë pranë fshatit. Tashmë ndodhemi drejt kishës së Shënkollit.
Tashmë ndodhemi në lagjen e poshtme, pra në lagjen e cila quhet Kërkov, në fshatin Pleshisht. Këtu është kisha e Shënkollit, edhe varret e vjetra të fshatit. Në këtë lagje ndodhen disa fise. Në vendin ku po ecim ndodhet fisi Maçolli, ndërsa më tutje kemi fisin Kumblla, kemi fisin Pjetri, kemi gjithashtu fisin Tola edhe fisin Ruho. Por që fiset që janë më origjinë nga fshati janë fiset me mbiemrin Kumblla, Pjetri, Ruho, të cilat kanë vite që jetojnë në këtë fshat. Pra, siç u thash, në këtë lagje ndodhen disa fise, të cilat në këtë lagje të gjitha fiset janë fise ortodokse, duke përfshirë edhe dy fiset në lagjen lart, në lagjen Pleshisht, pra fiset Spirollari dhe fiset Pjetri, janë të gjitha fise ortodokse. Pra, këtu mund të shikoni pjesën e lagjeve, një lagje realisht goxha e bukur, ku gjithashtu edhe shtëpitë janë shtëpi karakteristike mokrare, të gjitha të ndërtuara prej guri. Kjo është një ndër lagjet më të bukura, jo vetëm të fshatit, por në të gjithë zonën e Mokrës, për arsyen që është një lagje goxha e vjetër, edhe shtëpitë kanë një arkitekturë shumë të veçantë. Dhe këtu mund të shikoni përsëri disa nga shtëpitë. Ndërkohë që këtu ndodhemi në një pjesë tjetër të fshatit. Kjo është rruga që të çon drejt qendrës së fshatit, ku ka gjithashtu disa fise të tjera. Këtu kemi fisin Sokulla, kemi fisin Gjokmema, fisin Ruho dhe fisin Kumblla. Pra disa shtëpi të këtyre fiseve në këtë zonë, pra mund të shikoni pak a shumë fshatin, të gjithë lagjen e poshtme, pra lagja Kërkov, dhe ndërkohë kjo është rruga që të çon drejt qendrës së fshatit, ku do të shkojmë pas pak dhe do të shikojmë së bashku pjesën e fundit të fshatit, ku ndodhet edhe shkolla e fshatit, e cila është shkolla e dytë e hapur në zonën e Mokrës, pas asaj të Potkozhanit. Kështu që shihemi pas pak në qendrën e fshatit. Tashmë ndodhemi në pjesën e fundit të fshatit, pra pjesa kryesore, ku ndodhet pra qendra e fshatit Pleshisht. Këtu ndodhet qeta e Mokrës, shkolla e fshatit, shkolla e dytë e hapur në krahinën e Mokrës pas shkollës së Potkozhanit, ndërkohë që në pjesën lart janë varrezat e fshatit, dhe këtu është pjesa e mullirit. Ish mullirit, sepse tani nuk është se përdoret më, ndërkohë që këtu është pjesa e qendrës së fshatit. Pra këtu historikisht ka qenë historikisht qendra e fshatit, pikërisht në vendin ku ndodhet edhe shkolla, ndërkohë që këtu ndodhet ambulanca e fshatit. Ndërkohë që në pjesën poshtë mund të shikoni pjesën e rrugës Qukës Qafpllocq, dhe më tutje është pjesa e çezmës. Pra këtu mund të shikoni të dyja çezmat, çezmën e madhe dhe çezmën e vogël, dhe më tutje është shkëmbi i Lëngës. Ndërkohë që shohim së bashku shkollën Qeta e Mokrës. Kjo është shkolla e fshatit Pleshisht, e cila për fatin e keq është mbyllur vitin e kaluar. Pra vitin e kaluar shkolla u mbyll përfundimisht për shkak të numrit të vogël të fëmijëve, dhe shkolla tani nuk është se përdoret më. Pra është një ambient bosh, dhe nuk është se ka më nxënës, pasi data pak nxënës që janë tani janë të detyruar të nisen drejt Trebinjës. Siç u thash, historikisht kjo është një shkollë e cila ka një vlerë shumë të madhe historike, për shkak se shkolla e dytë e hapur në zonën e Mokrës. Shkolla e parë është hapur në fshatin Potkozhan, ndërkohë që shkolla e dytë është hapur pikërisht në fshatin Pleshisht, dhe shkolla mban emrin e Qetës së Mokrës.
për shkak se pikërisht në këtë fshat u krijua çeta e parë partizane nga komandanti Reshid Shollaku. Pra në fshatin Pleshisht është krijuar çeta e parë partizane në qarkun e Korçës, e cila u quhet çeta e Mokrës, nga ku mori emrin edhe shkolla e fshatit. Kjo pra miq është shkolla e fshatit. Të vjen keq që e shikon në këtë gjendje, pasi nuk është se kam nxënës dhe për fatin e keq me kalimin e viteve do filloj të degradojë deri në momentin që të shembet. Pra kjo është qendra e fshatit Pleshisht. Këtu është fusha ku besoj shumë të rinj edhe fëmijë kanë plot kujtime që kanë luajtur futboll, dhe më tutje mund të shikoni pjesën tjetër të fshatit, pra lagja Kërkov, ku ishim para pak minutash. Nga Pleshishti ju përshëndes dhe ju uroj gjithë të mirat.